Dardani Sali Berisha edhe Dardani Edi Rama ka dash me bo Dardanin dorë për dorë. Edhe më theja do kandidosh ti, doktori e di, s'janë myll akoma njerëzit. Florian Binaj nuk duhet jetë doktor. Sikur se të kam thënë për një president që ishte Podgoriçan, sikur se të kam thënë për 007 në Durrësit 5 minuta pa u bë president. Po e shoh që e këthe pas herë, po ke Florin më burë. E ke personale me Florin apo? Absolutisht kam asgjë personale me të. Kam me stërgjyshin, a gjyshin, a ku do jo. Historikun me biografi. E historikun patjetër. Me atë kam. Si njëri gjithmonë. Pa me bina nëse më ka gris maqitën ani, më ka gris pantallonat mes Tiranës muaj që baba im ka thonë kujdes me rrypin e pantallonave mos bin to ai më grisë pantallonat mua. Çfarë kisha bën aty? Më fal çfarë kisha bëj? Një kriminal atje që është në listën e 300 bashkë me Niko Kolitarin. Me mu do më morë tja. Ose kërko falje publike, që i ke nëzirë atë video përgjimin, ose do më kesh mrapa deri në varr, thash. Deri në varr. Jo ti në varr, unë në varr. Jo ti. Nuk do t'ja leja manet djali tim, se është djali vetëm. Nuk themun se je djali keq. Po mos u bë djali keq kur tjetër thotë nuk mund ta nxjerrësh të përgjim se ke shkel nenin 121 të kodit procedurës penale. O ti mik. A ishe mik me Edi Ramën atëherë, ha? Ç'a do ti me ta hap këtu kur ishte mik këtu në Kongres Partisë Socialiste? Te do ti me të bëj. A ke pa këtë? Ka pa gjithë Shqipëria atë me që bën ato batë. A ke pa gjithë Shqipëria dhe ky vjen me pushtu djathtën, ë, konservatore, ha? Ç'është kjo? Që të qëndrojmë pak te kjo se siç e keni dhe unë drejtën e kanunit. Jo drejt kanuni, drejt zakonore. Zakonore, ndjes. Se drejt kanuni është shumë i fortë. Po, zakonore. Drejt zakonore. Tu ju konsideroni që keni ardhur që të sqarojmë diçka? Po. Keni ardhur? Ku keni ardhur tu? Te Pisku. Kam ardhur pasi kam pranuar ftesën tuaj zyrtare me telefonat. Si e quheni këtu ju në Besën? Jam Besën tatë unë këtu. Deri ku shkojnë në shtëpinë time. Ose ndryshe prishet pastaj. Ose ti jemi në studio për shembull të më sulmoj tjetri. Ti s'ke marrë masat e sigurisë më në studios. I ke marrë masat ti? Këtu ke ju e? Po. Jo më nga mbiemri jot, se jo me Tiranën, nuk bëvagi se ti e njeh drejtën zakonore. Po se njoftë të kam mësuar tata dhe ija. Ose mama dhe baba, si duhet. Diçka. Po. Me Florin e ke personale për videon apo që ta ndajmë edhe një herë atë? Aty fillon ka shkel ligjin, një njeri që shkel ligjin nuk mund të jetë kryebashkiak i Tiranës. Shqip, po them. Vetë personale, ke gjë me të apo jo? Absolutisht nuk kam gjë personale, kam shkelje ligjit dhe ka konçiduçi ka qenë shkelja ligjit me mua. Tani kur e ka shkel me mua, fal, zotëri. Kur e ka shkel me mua, a dini ju se sa mund të ketë shkelje të tjera në përgjime që bën ai të paligjshme? Përveç rastit kur gjen njerëz që shkelin ligjit. Që sqarojmë diçka. Flori është atje ku është ke ai emision është moderator, apo jo? Po. Po nuk është ai që vendos për. Kush vendos? Po ju i njëri që e njihni edhe median apo? Ma vjen, ja, juve këtu në emisionin tuaj keni 4-5 njerëz këtu. Po pse pa operatorin ju më marr vesh me të e dum gjuzin kështu, e dum gjuzin ashtu, e dum deri në fund të këmbëve, e dum deri në mojt flokëve. Kush bë? Ai boti si regjisor. Ka dikë. As baton urdhrin grupi. Edhe regjizori ka një autor, edhe ka një producent që është ai për. Është kallëzim pra ABC News, është kallëzim si televizion. Po mirë, po nuk vendos Flori. Këtë duhet të them. Nuk e bëj se unë shkova njoftova tani njoftova nga ambienti i televizionit. Po, m'fal si po. Çfarë më thon? Flori thotë që okay, unë dua të thotë ty, do ta heq, do ta marr në konsiderate që ju thoni. Në moment që do ta heqi, ka 3 vjet që e man në YouTube. Ka fituar para duke më përçmuar mua. Pa i bërë asgjë. Keni probleme për çështje që ka fituar para apo për pjesën e. Ore, ka fituar para media, ai vet ka marrë rrogën apo jo? Duke të lutem, duke më denigruar figurën time, gjëra të pathëna nga unë dalin atje thon kujtim Gjuzi ka kërku të bëhet drejtori një televizioni. Ju keni dashur që të bëheni drejtori i televizioni? E kam pasur propozimin për këtë. Po e kam pas. Po, është komunikuar me kryeministrin, me drejtorin e televizionit në atë kohë dhe drejtori i televizionit tha, kujtim nuk është e imja. I thash nuk është e jotja, ha? Grupi ka qenë i filan televizioni. Ju keni xhiru dhe keni thonë se në atë rast ishte një problem për qeverinë tranzitore. Nuk di kush është kryeministri. Jo unë, se unë kërkoj kryeminist katolik. Më kupton. Pra, ju prisin një propozim nga Edi Rama atë kohë apo jo? Që të bësh drejtori i televizionit publik shqiptar? Nuk e di se në kokën e Edi Ramës kalojnë si thamë. Jo, ti thuat një shprehje që thonë edhe Edi Rama kalon drita kuantike
e fjalës, po themi fjalës, sa gjej fjalën tash. Nga 2200 deri në 2700 janë frekuencat. I ka të larta. Unë vetë si Tiranës, nuk e di për ju, ne përdorim vetëm lingvistikën tonë të Tiranës. Dhe kjo maksimumin e komunikimin tonë shkon 1700-1800 fjalë. Nëse unë përdor edhe 2 gjuhë tjera, siç është ajo italiane apo greke, atëherë kjo rritet me 400-500. Edhe nuk shkon më shumë se 2300 fjalë. I bie që Edi Rama është 200-300 fjalë përpara meje në dritën kuantike, tham. Edhe kur e qorë më fare, që s'ke sy fare. Ti shikon, po si punon ai në kompjuter pas sy, me çfarë punon ai? Ati i shef truri, i shef mundja, i shef ndriçimi i brendshëm. Nuk e them unë këtë, e thon antropologët, e thon fizikantët. Se unë jam ekonomist, unë di të them 5 e në 5 bëjnë 10, më falë them unë. A ke si relaps të shkruaj pak këtë? Se kam frikë se e harroj, edhe them pastaj numrin tjetër. Në këtë kuptim, pra, nuk kam asnjë gjë individuale me atë si person. Pa ai ka shkel ligjin, që do të duhet përgjigjet para ligjit. Po pse mendoni që e ka shkel ai dhe jo ai që pra është Flori, është ai gazetari që të erdhi, që të ka takuar, është pastaj ajo goca tjetër. Gjithë grupi. Atë gocën do ta falim se është princesha. Nuk përbën, nuk duhet vi. Ore kam thënë prokurorit të që tuti. Me gjithë e keti me grupin. Komplet grupin valla. Me gjithë televizionin, çfarë tuti? Paguaj xhelep, paguaj dëmin moral që ke bë. Se t'kam thënë asgjë, t'kam prit në hotel dhe unë jam antar i konferencës Vienës, o mik, me këtë hallësh ti. Pse e ke marrë kaq seriozisht këtë gjë? Atë? Në gjithë botën keq e marr. Or zotri, si njëri që ju jeni humorit, jeni Ja, në humor kur bim dakord bashkë me bë portokalli, po si? Si? Ore e ka bërë edhe kur bim dakord me skenar. Jo, të lutem. Shikon, ne bashkë folim dhe seriozisht tu, edhe bëm humor. Apo ja. Patjetër. Po prandaj po them. Çfarë, do të çoj ty në gjykatën për këtë? Jo, se unë kam pranuar vetë vi këtu. Ndryshe ke shkelur ligjin. Edhe ka ai takimi ku ke shkuar ke pranuar vet. Ku kam pranuar? Që jeni takuar filan vend. Po kam pranuar për intervistë. Kam pranuar për intervistë me dhënë një program. A ka subjekti politik një program? Po. Ora kam program për Tiranën unë tani, 17 pika, nga 15. Çfarë problemi ka për ju këtu? Ja kush është problemi. Që ti nuk mund të më filmosh mua në rrugë, të na losh makinën, të hapësh bagazhin e makinës, do të them mbyll bagazhin. Çfarë problemi ka këtu që s'ka? I gjitha i grupit duhet, nuk e di, i ka thirrë prokurori apo jo. Ato e kanë bërë oficeri policisë gjyqësore, ka thënë kujtim ne kemi bërë telefonata, kemi thënë mos e nxirrnin në ekran. Dikush ka dhënë urdhër për ta nxjerrë në ekran. Edhe unë do ta nxjerr këtë, nëse e ka bëjë Edi Rama këtë, le të shkoj atje. Ju thoni që e ka bëjë Edi Rama këtë gjë? 100% nuk jam i sigurt, po një pjesë e madhe po. Po pse do ta kish me gjithë grupin valla? Si grupi është një le të themi është një aktor i filmit. Kush e hoqi atë emision nga ABC-ja? Kush e hoqi? Pa e drama më hoqi. Nuk e dhan rrugët në koha ku dëgjon diçka e tillë. E fillon të bëj gërmarrata. Normal. Ha doni sekrete gjitha jo. Ndryshe i bie me dorzu Partia Konservatore. Ai për ne quhet konservante, domethënë Gjona Druan, janë të freskëta momentin e duhur. Se do ne video seksit dikujt në presidentin e joe? Po, ata që nuk i binden amerikanëve, i kanë video seksit. Sa sekrete që kemë, Ore, erdhi tjetra tash se ti nxjerrin me zor. Erdhi tjetra në zyrën QP, në zyrën e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Erdhi e njëjta që u kap mat me SG-n në Kuks. Erdhi aty, unë kisha dhënë urdhër shërbimit atje, asnjë femër nuk mund të njitet në zyrën e deputetit Kujtim Gjuzi e pa qenë e shoqëruar nga ju ose dikush tjetër, se mund vijnë femër vetëm aty. Po duhet vi shërbimi poshtë ta shoqëroj, se të vjen femër më herë thotë më futi durët deputeti. 100% mua? Femrën do besojnë mëra. Se ajo ka më shumë të drejta që nga 66 më duket, që ju dha votimin në USA. Sa shumë po për me e 66. Po tani Edi Rama pra 66. Po pra. Do ta lë me kaq se nuk do ta zgjidhin, nuk do ta shojnë deri në fund pra. Nuk ka fare. Por erdhi aty tjetra aty. Tha e mbylli derën, çfarë bëj? Do marr Kanadë, do vi femër lart, një hap dy kanada, tak. I mbylli dy. Pse i mbylli tash atë? Çfarë ka thënë? Ore i mbylli. Çfarë ka me filmin ti, ha? Po pse se pe tjetër që erdhi gjatë kohës së listave, erdhi sipër, futën kompjuter. Tha unë njoh kompjuterin shumë mirë, atë punojnë çik me listat e njerëzve këtu.
I thashën këtu ne e kena ekspertën. Ti, merë shif, ndihmoje. Do më ardhi dikush ta ka sjell një parti tjetër e koalicionit. E kupton? Ata filmun. Çfarë tha Gjuzi atje? Këtu i thash, ti s'mund të fuzësh durën në kompjuter, se ne kemi ekspertën tonë. Do me dhënë këshilla, jep nga jashtë. Do me dhënë ullën karriken afër, te karriket e deputetit i se ullë ekspertja jonë, se s'du më themi emrat tash. A dola te përgjimi tjetër? Pse si bëra kallëzimin përgjimi tjetër? Se ajo është duke investigu, a do me të thonë Top Channel, është duke investigu se çfarë ndodh brenda partive politike është në punë ajo. Edhe unë jam në punë te partia politike. Dakor. Po jo privatisht unë. Po jo privatisht, më se s'ka qenë ambjente private më burra jo. Ku ka që është kamë që është regjistruar Ku është regjistruar? Te hoteli që thot ju? Po, në hotel. Po. Po. Edhe? Në ambjente të tjera prapë. A ti dhash dokumentat, a majte 2 javë, am thire 3-4 herë? Am thire. Po. Po. Ti më thire pra. Po pra. Po pse më gënjen ti mu me peq të televizionit shqiptar? Se po i qisësh. Pse më gënjen? Pse mashtron? Ju nuk mashtrut. Ju than, unë jam gazetar, ju më jo personalisht. Ju that, unë jam gazetari i emisionit Pisk. Zoti Gjuzi. Kena dëshirë? Jo, se kam pas Piskun atëherë. Ora tani, lena atëherë, mos e ngatron. Që do më futi, ku do më futi. O Virgjeresh Maria, kalo ke rrugë Kavajës një herë muj Virgjeresh Maria. Ha? Bjerë pra asaj sasës. Bjerë pra. Ha? Një gjojnë njerëzit, edhe të busjeshin pak, se bol në ngrysi e Tirama, që vritet tjetër me salës gjyqe. Okej. A fal kujtim Gjuzi? Edhe njerë? A fal? Përveç karakterit, po. Po shemë, po të dikush, për shemë, mund të ketë mund 100 euro borës, për 100 euro të bëjë. Unë e kom pensionin 900 euro. Më e pakta du të sjellë 75%. Ndryshe? Do veprojë Ndryshe ke gjykata plus fitimi munguar. Edhe del me kosto më të lartë. Jam ekonomist për profesion. Qose vjen një nga ata që kanë qenë pjesë e këtij filmimit ose kësaj video gazmore, kamerës fshehet, si e quan ti? E kanë rregulluar ata, se në fillim thanë që Gjuzi do më bë drejtori përgjithshëm, mos ne ja rregulluan. Ta shikoni propozimin që i bëhet Gjuzit. E zbutën ata, mos i shkon te programi. Ato të ftuan atëherë ty që të shkoje te programi, nuk Po, më ftuan ata, unë i shkova, bona sikur do isha në program. Se kisha takoja Florbina. Nga e kisha takuar herë tjetër te televizioni tjetër, edhe patëm. Dohet të takoje nga simpatia që kishe për të? Jo. Nuk kam simpati për meshkët. Unë për femrat po. Për meshkët rruj konsiderat, nëse ata janë konform ligjit edhe konform moralit, unë rruj konsiderat. Dhe nuk them kodën, meshkët janë simpatik, nuk janë të bukur. Nëse vjen dikush nga ata që kanë qenë pjesë. Ma leta që më funi e time, nuk nëse ti bëje pyetjen. Pra, edhe një herë tjetër, unë shkoj në emision, në ambientet ku ata xhirojnë, dhe ju e dini që xhirojnë sipër, te ish kino studio, dhe i them, ta shoh pak çka keni bë. Po, më thënë, ato gjithë qefë se tanë se dhe hajde derën ma që kë. Mje po, nuk kam lujt letra, nuk është se më lujt. E pas, i thash ju këtë, nuk duhet të nëzirëni. I thash regjizorit si fillim. Pse më thamu? Jeni në shkere ligjore. Do t'ju të qoj në polici. Ju kam bërë kallëzimin, në kam telefonu, thanë ata. Kush e moderon emisionin, i thash? Bërë si kush dhja që. Ja, tha, është duke bo, marun atë rrët, ta kishën, a i qikë. Tha, më se garë. Një gjokë të i thesh, unë të njofë shumë mirë në bje emër. Mos më bëtë 007 më herë tjetër. Mos e nëzirë këtë video që pash në kompjuterin e ABC Newsit. Të regjizorit Shkëmbi, që nuk ja kujtoj emrin. Jo, tha, unë s'kom fajta, unë vetëm them që më thonë këta. Ka që po të themi, thash. Mos më bëj mu, i thash, portokalli. Nuk të shkon. Të kam dhënë respekt? Po. Më jep respekt. Mirë po? Vazhdoj me traladej. I them regjizorit, okej. Do ta bëj me i kusht. Atër isha me vete, makinë regjizorit, komisariat në unë. Erdi? Po, me makinë regjizorit, a i shoferi im, kurse unë i dëmtuari. Shku në komisariat, oficeri policisë gjyqësore, sipër në katin e dytë, po dhe zotë Gjuzi, api që kallëzimin që këmë bonë.
Finlandat. Hapi. Zotnjevesh është regjizori i ABC News emisioni X, që mos t'i bëm reklamë. Shpjegoj pak ligjin që shkel ky se këta duhen ta nxjerrin, duhet të ketë ata 23, ata kanë nxjerrë me 26 se 7 ditë shtunë më duket. Kacoj pak ligjin, të lutem, i thash. I tha, në qoftë se ju e nxjerrni këtë. Kallëzimi parë është bërë në prokurori. Kjo do jetë shtojtë kallëzimi. Ikëm rrugës Amano Gjusa, ai, ke parasysh? Jo, po jemi kështu. E thash, edhe i herë, unë po zbres këtu. Tha mu pëse më të qoj dhe në shpia e falimnirë, që më të shkën komit. Tani, derisa ti si bindesh policisë, je më i fortë se policia, dhe më i fortë se policia është e drejta zakonore, ose prerja në besë. Këto dyja s'ka më të fortë se këto. Mo, ma, lisa dushti. E pe, që ndodhi, se anë gjysore. Pse jeni gati ta... Ma të gjo, të lutem. Thash, miru pafshim bashkë do takona në zyrën prokurorit. E lash një javë, 2 javë, 3, shkoj prokurorit. Prokurori, si që tash. Më parë, kush ishte, nuk më priti. Po me modhe. Unë bëj letrën, unë flasë publik. Ja po flasë tani prapë. Prokuror, e kupton ku jetë tani? Mund ta kish mbyllur hetimin, por nuk ke sjell dokument të dëmtuarit për mbylljen e hetimit që unë të ke mundësi ta kundërshtoj në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, një në shkelje ligji. Zotnia juaj Pra keni hapë çështje edhe për prokurorin? Jo, nuk e kam hap, sepse unë e kam patur zonjën e tij, kolege deputete, dhe unë ruaj etik në këtë rast. Po, Se unë du me arrujt familjen ati. Se imagjinohet të shkoj prokurorit në burg të prish familja. Atëherë, çfarë besimi kam unë si kryetari i Partisë Konservatore Kombëtare që them duhet rujt familja? Unë i pari duhet ta ruaj atë, po ti them që jeni shkelje ligjore. Pra, riktheu dosjes. Më thirr Florian Binan atje, më thirr zotin Shkëmbja atje, më thirr njerëzit e ABC News atje, se nuk kam punë me Syri TV. Okej, prokuror. Nuk e bën sot. Nuk i dihet nesër. Nuk është kërcënim ky, është ligjor. Më sill dokumentin ku je me hetimin, pse është bërë apo jo hetimi, edhe pushimin e çështjes. E ka sjell pushimin e çështjes për grupin e strukturuar kriminal Shëngjin Lezhë. Kam 14 qebra në kokë, o zotni prokuror. Kam luftu për demokraci, kam dërë gjak. Nuk kam dërë gjakun që të bësh shaka ti, se nesër bën shaka me djalin tim, i cili për fat mund të jetë kolegu juaj, jurist. Jo, s'mund t'i lem brapa unë djalit, ti them që shiko, merr drejtën zakonore. Ndoshta ne kështu u rritëm. Na rritën gjyshet tona, që na vrat gjyshin. Ma keni vrat gjyshin. Mos më futet dot në burg, se ju hika. Edhe fal, misje. Do ta përshëndes tani prokurorin Spartak Brau. Se ai ka qenë moshën time 17 vjeçare, për pak më çonte në burg. Më fal, jo 17. 18 kam qenë kur kam shku në ushtar. 18-19. Unë lëvizja, se lëvizën se kishim shpinë afër. Gjimnazi Partizani me farmacinë 10, nuk është më shumë se 300 metra. Unë e kisha urdhën me fjet të Gjimnazi Partizani. Ndërtimi i pallatit me tullat kuqe dhe unë higja. Me lejën e përgjegja, okej, kujti, ama po të thira, bide ushtari me vrapën të tjerë. Quhet shkelje ligji, nuk them, po kanë kalu 50 vjetë, s'ke qatë në bosh për këta. Deri sa vite është? Deri 20 vjetë. Deri 20 vite. Pra kanë kaluar 3 vite nga kjo shkelje që ka bërë emisioni Piranja? Do më thonë ka dhe 17 vite që është në ngarkesa ai. Po nëse vjen dikush nga këta të kërkon falje individuale, do të pranoje? Është i falur me rastin që duhet të heqin nga YouTube-it, ato se bëjnë shaka njerëzit, i ike me vrap. Këti thot, Piranja të bën shaka me ty, shaka me mu. Kur? Shaka me mu, s'ka bët do të Edi Rama. Nuk ka ardhur 6 muaj për të dhënë interpelancë, ka shkel ligjin, ka shkel kushtetutën. Por ai bëhet president e në ushtron faljen. Unë e qym mbyllur këtë